nderuar, gjematin e nderuar, lutem Allahun Azhajal me pranoj të rishate të ndërgjumë të sejtë të cilat janë vetëm për Allahun Azhajal. Këtë muaj të bekuar, për mirësitë të Allahut Azhajal është që Allahu Azhajal ka shtuar mesin e besimtarëve dashuri, mirësi dhe begati dhe begashurisë, mirësisë dhe begatisë më në Zot mbi ne në këtë muaj të mëdhenshëm, është edhe bashkimi jonë në namazin e taravive, në këtë namaz kaq të dashur për xhamatet e tona. Dhe ne kemi nderin sonte që pjesë e zinxhirit atyre imamlarëve dhe hoxhallarëve të cilët ligjërojnë në xhami në këtë muaj të begatshëm, është edhe vëllai i nderuar Zedi Barboshi. Zedin nuk kam se ne e prezentu para jush, sepse Zedin në punën që bërë dhe me dijen që jep është i vetë prezentuar. Kështu që nuk ka zgjas më ndaj, por përja në fjallën Zotë e shpërblet që kalon gjematin e ti, kalon xhamin e ti dhe e është bashkuar gjematit të mrekullueshëm të xhamisë Arami Rasit. فليتفضل مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Memin Allahut të mëshiruesit, mëshiruesit. Përshëndetje të dërgojmë mbi mazhjeve e njerëzimit, profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah është shpëleft Hoxh Britanin për ftesën, e lutem Allahun e lartësuar që ta shpëlbej për punën e tij, për përkushtimin e tij në të dyja botët. Allah është shpëleft edhe ju si xhamat, e lutem Zotin e gjithësisë që kështu siç na ka mbledhur në këtë xhami, na mundësoj të bashkohemi të gjithë së bashku në xhenetet e tij. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Vëllezër dhe motra, ne adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala sepse besimtari i mençur, njeriu i mençur, ulet dhe mediton në Zotin e gjithësisë, dhe kur mediton në Allahun e lartësuar, në emrat e tij, në cilësitë e tij të bukura, në fuqinë e Zotit të gjithësisë, i cili është krijues absolut, i cili pushteti i tij përfshin gjithçka. Allahu i lartësuar, ky krijues absolut, që dituria e tij përfshin çdo gjë, Zoti i gjithësisë, i cili di peshën e maleve, Zoti i gjithësisë, i cili di masën e deteve, Zoti i gjithësisë, i cili di numrin e pikave të shiut, Zoti i gjithësisë, i cili di numrin e kokrave të rërës. Allahu i lartësuar, me urdhrin e të cilit është krijuar gjithçka, me urdhrin e të cilit janë dërguar pejgamberët, me emrin e tij janë shpallur librat, me urdhrin e tij do të ndodhë dita e gjykimit, do të ndodhë ringjallja, ura e siratit, xheneti, xhenemi, kur besimtari ulet dhe mediton në emrin e Allahut të lartësuar El-Azim, madhështori, patjetër që drejtohet drejt adhurimit të tij, sepse e kupton që Zoti i gjithësisë është i plotfuqishëm. Ja eyyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun. Allahu nuk ka nevojë për gjë. Ai është i denjë për çdo lart. Kështu thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala sepse ne e falenderojmë atë për mirësitë që na ka dhënë. Zoti i gjithësisë na ka dhënë mirësi të shumta, mirësia e fesë,
mirësia e familjes, mirësia e pasurisë, çdo mirësi, patjetër që e falenderojmë Zotin e gjithësisë për këto mirësi. Një natë profeti sallallahu alaihi wasallam nis të falet, e duke u falur, i rrjedhin lot sa që i laget rroba e tij. Më pas ju laget në vendi ku po fale. Në gjendje hyn Bilali në këtë rezamin dhe e shef profetin alayhis salam që ishte në gjendje, do i dërguar i Zotit. Asha ndërkohë thot Zoti i ka falë mëkatet e shkume dhe të ardhme. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Afala akuna 'abdan shakura", a mos t'jem thot rob falënderues, më ka zbritur sonte thot një ajet. Inna fi khalqis samawati wal ard, më ka zbritur një ajet thot mirë për atë që e lexon dhe nuk mediton në të. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin midis natës dhe ditës, ka argument për ata që kanë intelekt. E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse ne duam xhenetin e Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar thotë: "Wa bashshiri alladhina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannat", përgëzoj ata të cilët besuan dhe vepruan vepra të mira se për ta do të kenë xhenete. E adhurojmë Zotin e gjithësisë, sepse ne duam kënaqësinë e Allahut. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala përmend në Kur'an disa gjëra pas të cilave synojnë njerëzit, garojnë për to, përmend, thot, a doni t'ju tregoj për diçka më të mirë, dhe përmend më pas xhenetin dhe më pas nata jetë përmend arritjen e kënaqësisë Allahut të lartësuar. E adhurojmë Zotin e gjithësisë sepse ne e duam atë. Dhe namaz lexuam një ajet ku thot: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah", dhe ata të cilët besuan e duan Allahun më shumë se sa që duan idhujtarët, pra se sa që duan idhujtarët idhujt e tyre. E adhurojmë Zotin e gjithësisë, sepse ai na ka urdhëruar për këtë gjë. Wa aqimus salat, faleni namazin. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi. Me që jemi në muajin e Ramazanit, unë dua të përmend disa mirësi, pak, pra ato janë shumë mirësi, dhe hoxhallarët hoxha, pra i ka përmendur, por Zoti i gjithësisë thotë në Kur'an: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", përkujto se përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Mirësia më e madhe, ose ndër më të mëdhat që ne arrijmë në anë të agjerimit është se ne mësohemi me mbikëqyrjen e të madhit Zot. Prandaj edhe agjerimi, ndryshe nga adhurimet dhe veprat tjera, shpërblimi i tij, pra çfarë thot profeti alayhis salam: "Çdo punë e birit të Ademit shumëfishohet 10 fish deri në 700 fish. Përveç agjerimit, thot Zoti i gjithësisë, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih", përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë shpërbej për ta. Agjerimi ndryshe nga adhurimet tjera. Shpërblimi i shumëfisht. Pse? Ka një sekret. Adhurimet tjera, namazin, njerëzit mund shohin, po falet filani. Sadaka, njerëzit mund shohin, dha filani. Ndërsa agjerimin, çdo njeri prej nesh mund jetë veçantë aty në zonë, para ti ushqimit dhe pije, dhe thotë jo, se më shef Allah. E kjo, 29 ditë ne mësohemi se Zoti na shef, Allahu na shef. Atëherë me lejen e Allahut të lartësuar edhe jashtë Ramazanit, ne do të bëhemi inshallah besimtarë më të mirë. Nuk bjerë, nuk mashtron, i largohet vese dhe këqija, pse? Allahu më shef, Zoti më mbikëqyr. Kjo është ndër mirësitë më të mëdha. Prej mirësive tjera është se ne mësohemi me sakrifiku për Allahun e lartësuar. Sakrifikojmë gjatë ditës, lejmë ushqimin dhe pijen për kë? Për Zotin e gjithësisë. Sakrifikojmë gjatë natës, vim falim taravit, për kë? Për Allahun e lartësuar. Duke synu me arrit shpërblimin patjetër.
Men sama Ramadane imanen wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin duke besuar dhe shpresuar shpërblimin e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar mëshirën e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Atëherë besimtari, këto dy hadithe pra profetit alayhi salatu wassalam, sakrifikon me arrit këtë mirësi prej Zotit gjërësisë. Patjetër, sakrifica në Ramazan janë të ndryshme, dhe ndër sakrificat që njeriu, besimtari, ndoshta ndikon agjërimit e ai, është edhe sakrifica në pasurinë e tij, për të dhënë për Zotin e gjërësisë. Pse? Sepse kur besimtari agjëron gjatë ditës, zemra e tij zbutet dhe e ndjen atë nevojën që ka e njeriu i cili është në nevojë. E kështu bëhet njeriu më i ndjeshëm dhe me lejen e Zotit edhe më të lëshuar, duke ndjek dhe pasur profetin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte më bujari dhe ishte edhe më bujar gjatë Ramazanit. Pra sakrificat janë prej mirësive që mësohet gjatë muajit Ramazanit. Dhe një mirësi tjetër e këtij muaji është se me agjërimin largohet fytyra e njeriut. Kush agjeron një ditë për hir të Allahut, largohet fytyra e tij nga zjarri i xhenemit 70 pranverë. Është shkak dhe mirësi ky agjërim që njeriu me arrit grada të larta në xhenet. Dhe është ajo ngjarja e atij sahabiu Talha ibn Ubaydillah, shoku i profetit alayhis salam, ku thot erdhën dy persona pranuan Islamin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre ishte njëri shumë i zellshëm, njëri pra shumë aktiv, nuk linte por mirësie vetëm se garonte në të. Ndërsa tjetri thot ishte besimtar, po jo as sa ky i parë, pra jo as aktiv, se besimtar patjetër, kur tërheqet e Zotit patjetër. Thot ky i parë mori pjesë në një betejë dhe ra të shmore. Përsa i dyti thot jetoi edhe një vit, e ndroi jetën në fund në shtëpinë e tij. Thot shikoi në ëndër sigurisht tek dera e xhenetit. Dhe thret thirrsi atë personin i cili ndroi jetën ndërkohë që ishte në shtëpinë e tij për të hyrë në xhenet i parë. Më pas thot të rriti dëshmore, ndërsa nuk tha ti ktheu pas se nuk ka ardhur brava. Shkon dhe atë kon shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nisën diskutimet, derisa del profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i gjen në xhenet. E thot, për çfarë habite? A nuk ka jetuar thot një vit më shumë? A nuk ka agjëruar një Ramazan më shumë? A nuk ka falur kaq namaz? Por përmend profeti alaihi salatu wassalam disa vepra të mira që ishte bërë ky person i cili diçi dyti. Thot, distanca midis tyre në xhenet, thot është sa largësia, distanca midis qiellit dhe tokës, gradat e tyre në xhenet. Mirësi për mirësive të Allahut që ja jep robërve të tij është muaji i Ramazanit. Prandaj besimtarë, këto mirësi pra që përmendëm, mirësia e pasis parasysh mbikëqyrjes e Zotit. Këtë mirësi e përfiton me agjërimin. Mirësia e sakrificës për Allahun e lartësuar, që arrihet me të falje, shpëtim dhe arrihet edhe largimi prej zjarrit të xhenemit. Dhe mirësia tjetër, rritja e gradave në xhenet. Elus Zotin e gjërësisë që të na bëjë prej atyre që i zbatojnë urdhrat e Zotit të gjërësisë. E adhurojmë Allahun e lartësuar, ashtu pra siç duhet, dhe elus Allahun e lartësuar që na bashkoj të gjithë së bashku në xhenetin e tij. Allahu shpëtoi. Kishim dashur vazhdojmë me të këshilla të dyra me Hoxha i nderuar Zedi. Por duke qenë që namazi ka realizuar në minutash, duke qenë që nata është kufizuar për ne, lutem Zotin